Jemi live në studiot e Top Channel me për shqiptarët. Kthehemi pas disa emocioneve shumë të bukura që përjetuam pak më parë në këtë studio. Në fakt që nga nisja e programit kemi përjetuar emocione shumë të forta dhe vazhdojmë të themi, shpresojmë që emocione të tilla të kemi deri në fund të kësaj mbrëmje shumë të gjatë sonte. Do të jetë një maraton e gjatë. Do të flasim tani për një tjetër histori, për historinë e një babai i cili ka ndrruar jetë dhe pas ka lënë bashkëshorten e tij dhe 2 vajzat e tij të vogla. Unë do të ftoj sot nënën e vajzave të vogla, ajo është Maria. Eja Maria, të ftoj të ulesh. Sonte do të kemi shumë për të folur bashkë, por përpara kësaj më lejo që të gjithë ne të dëgjojmë historinë tënde përmes kësaj letre. Sot, më shumë se kur, do të doja t'isha këtu. I ullur krah gruas time të mirë, Marijes. E kam lënë ditë vështira. Do të doja t'isha pranë 2 vajzave të mia, Arionës, Enidës, që të ndjenin sa do pak ngrohtësi dhe siguri që veç babai mund t'u jap. I kam lënë jetime 2 të voglat e mia. Por ndjej se po vazhdoj të jetoj tek ato 2 tek sytë e tyre. Dhe pikërisht përmes syve të tyre, dua t'ju tregoj sot për hallet, sakrificat, mundimet që kalova në jetë, derisa arrita të krijoj familjen time të bukur. Si edhe për dhimbjen e madhe që u shkaktova pa dashje, me smundjen dhe ikjen time nga kjo botë. U përplasa me vështirësitë që të sjell jeta që kur isha fare i vogël. Jetoja me prindrit në një shtëpi të vogël në fshatin Gjinar, ku mësova që herët se burrëria nuk matet me fjalë, me punë, me sakrifica dhe mbi të gjitha me dashurinë për familje. Fati në fakt nisi të më ndri që prej ditës kur njoha Marien, gruan që zemra ma pranoi me njëherë, ndonse u takuam përmes një shkuesie. U martuam pas një viti. E donim njëri tjetrin thjesht, pa fjalë të mëdha, pa fjalë të bukura, por me përkushtimin e atyre që dinë se dashuria mëkohet pak nga pak deri në përjetësi. Ardhja në jetë e vajzës tonë, Arionës, na e mbushi shpirtin plot. Ndjeshim të lumtur në mes të 100 halleve dhe pamundësive ekonomike që kishim. Dhe kjo lumturi na ushtua 3 vite më pas, kur Zoti na bekoi me një tjetër ëngjëll, Enidën. Po ishim pa shtëpi. Lëviznim nga njëra banesë në tjetrën ku gjenim qira të lira. Në fillim Roshen, pastaj në Lezhë, punoja ndërtim. Po, ku të mundesha dhe me sa fuqi që kisha për të siguruar të ardhura për familjen time. Dhe raskapitis time gjatë ditës, ma zbraste nga trupi vetëm për qafimi i tyre sa po kthehesha në shtëpi. Nuk ka gjë më të mrekullueshme. Më fërkonin duart e mia të bëra copë në kallët dhe unë ndjesha babai më fatlum në botë. U afshiha brengën e madhe që kisha. Në fakt, atë breng ma dinte vetë Maria, e cila me durim, për kushtim, përpiqet bënte gjithçka mundej që gjërat të na shkonin mirë brenda mureve të shtëpisë. Brenda mureve të çdo shtëpie ku ne vazhdimisht zhvendoseshim si endacak të mirë. Mirë po sa më shumë që zgjaste kjo gjendje, aq më shumë rëndonte fakti që unë nuk po i siguroja dot vajzave të mia një shtëpi, nga ku nuk do kishin nevojë të dilnin më. Dhe bashkë me Marian shpresonim se do t'ja dilnim një ditë. Ndërronim, po, flisnim me njëri tjetrin duke e përshkruar deri në detaje se si do t'ju rregullonim dhomën me ngjyra dhe lodra vajzave tona. Do të kisha vazhduar të punoja fort, që t'ja arrija asaj dite, për të parë vetëm lumturinë e Arionës dhe Enidës, duke hyrë në shtëpinë e tyre të reja të bukur. Por shëndeti nisi të më presë në besë. Po?
Simptomat e para që mu shfaqen nuk I mora shumë seriozisht. Kisha dhimbje koke të forta, shumë. Turbullim shekimi dhe hera herës më duke sikur e humbisja mendjen, por nuk kisha kohë të ndaloja. Vazhdoja të shkoja në punë me të njëjtin vrrull, derisa një ditë ndodhi diçka shumë e tmerrshme, më tmerroi. Harrova të merrja Arionën nga shkolla. E tmerrshme. Maria më telefonoi shumë e shqetësuar dhe unë u trondita. Si mund të harroja vajzën time? Çfarë po ndodhte me mua? Ekzaminimet në spitale më zbardhën të vërtetën e hidhur. Kisha tumor në kokë. Ishte I pashëruar. Maria dhe vajzat më shihnin me shpresë, por unë e ndjeja që koha po më mbaronte. Operacioni që më bën nuk më shpëtoi dot. Nuk mbjetova dot. Edhe ika me shpirtin e bërë të copë nga ankthi. Frika, dhimbja që po lian mëshirë të fatit 2 vajzat tona të vogla. Po lija vetëm Marien me një peshë shumë më të madhe se ajo që me zi e përballonim të 2 bashkë. Ika. I lash pa shtëpi, pa katëndi. Tani më thoni o njerëz, a mund të bjerë shpirti në paqe? A mund t'i bjerë shpirtin në paqe një babaj si unë? A mund të prehem në këtë botë ku jam për aq kohë sa familja ime është në mes të 4 rrugëve? Shikojeni në sy. Shikojeni, Arionën, Enidën. Dhe aty do të ndjeni edhe lutjen time. Ndihmojeni fëmijët e mi. Realizojën e ëndrrën që unë nuk pata kur kohë t'u jap. Nuk ishte koha në favorin tim. Kohën vetëm ju mund ta ktheni në fatin e 2 vajzave të mia. Marin Orhanasi. Marin. Më falni, jam shumë nga shëryer. Marin, faleminderit. E di që Marin, faleminderit që më në sonte. E di që emocionet e tua janë shumë të forta. I dhe zë kësaj letra. Janë edhe vërtet jam I tërhet mbushur me emocione. Dhe kam disa fjalë për t'i thënë njerëzve. Jo se unë jam dikush për të thënë fjalë, por paka shumë e njëjta histori më ka ndodhur me mua. Mbaj mend për shembull, kur u largua nëna ime në shtëpinë tonë Raheshtja, 2 vëllezër, babai, nuk guxonim të shiheshim në sy. Nëse do shiheshim, njëri do qante, tjetri do e ngushëllonte. Për shumë pak kohë u largua dhe babai. Për 1 minutë më ka ikë nga dora. Në atë moment, jo që Raheshtja, po iku dhe gjumi. Dhe kur mendoj në kohët e sotshme, në ditët e sotshme, me njerëz që kanë halle kaq të mëdha, me njerëz që kanë sfida të pamata, ne merremi me vogëlsira. Çfarë makine do marrësh ti se unë kam marrë këtë? Çfarë makine mori ai dhe çfarë shtëpi e ke bler ti në plazh? Po sikur ti heqesh ato 10.000 lekë për atë karburanti që shkon nga kafja deri ke shtëpia, ndihmon një të varfër, 2, 5. Çfarë duhet të themi më për këto raste? A jemi njerëz apo jo? Kam parë raste ku kafsha ndihmon kafshën, kafshë të ndryshme. Ne jemi njerëz dhe për këtë jemi. Nuk ka për ta ngretur njëri as nivelin social, as kulturën, as dashurinë, duke bler një makinë më të re se që ke. Blije me paratë tua, egzofsh, por mendo që dikush nuk ka shapa, ndërkohë që ti merr makinë e shtrenjtë. Dhe 2 fjalë të fundit dua të them se nuk jam nga shërira. Ne që I kemi humbur prindërit e dim akoma më mirë se çdo të thotë të mos kesh prindër. Ju lutem, kur ktheheni në shtëpi, 2 gjëra bëni. Falenderoni Zotin që I keni
dhe puthini këmbët dhe duar. Marin, falenderoj shumë. Falenderoj shumë që ka ardhur sonte këtu. Falenderoj për... Kam dhe diçka që më vjen ndërmendje dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve, fondacionin, juve çuna, në mënyrë eksplicite dhe të pamatë, sepse jeni mrekullia e shqiptarëve. Këtë e them nga zemra. Nuk do ketë më, besoj. O Zoti i shtoft, po unë them që ju e keni te i kalu atë që pritej, pritshmëria për ju është, nuk e di. Zoti ju dhon shnet. Marin, faleminderit shumë, faleminderit. Emocionet e mda përjetohen në çdo moment në këtë program dhe mesazhet e forta janë ato që mbizotrojnë mbi gjithçka. Dhe më e rëndësishme e këtij programi jeni pikërisht ju që vini dhe rrëfeni historitë tuaja, që tregoni, edhe pse tregoni dhimbjet tuaja, jepni mesazhe shumë të mëdha force, gjithmonë. Maria, dëgjuam pak nga historia e jetës tënde. Ka vuajtje të mëdha, po më merr mendja ka edhe momente të bukura. Cili është kujtimi më i bukur që ruan ti me bashkëshortin tënd? Kujtimi më i bukur kur jemi martuar, momentin domethënë bashkëshorti im ishte jo bashkëshort me çuj bashkëshort ashtë pak. Ishte kraj djathtë për mua. Ishte një shok i jetës, ishte një njeri shumë i veçantë. Nuk për atë person është pak më fol për ta. Për mua aq i rëndësishëm ka qenë. Sinqerisht, 9 vite e gjysmë kemi jetuar bashkë, por duket thosë se është një kohë, mu më duket sikur nuk e di. Sikur që jeta jote ka qenë vetëm me të, dhe ti do të ishte deri në fund. Jeta ka qenë shumë e mirë deri momentin që i ra smundje dhe e shkatroj krejt. Një smundje që Zotin kanë mos qëf më të lloj smundje. Ishtë në kohë dhjetore, kishtë dhimbjet shumë forta, edhe fillon të i harron të gjërat. Edhe i thosha, si ka mundësi, për shembull, do të thënte diçka, e harrova. Po si e harron? Do menoj ajtë halët se mos janë sa halët normalisht se ishin, s'tam se si ishin. Por në atë pikë sa me harron nuk ishin. Ishte as në natyrën e tij që ti edhe në atë moment, në 10 orë, ishte dal viza për Greqi. Edhe thatë kaloj janari, fillim shkurti dhe të shkoj e të ashton. Pa i për ditë, po për të këtë të për herë ma shumë. Edhe në fund të janarit, me një shkurt, mora biles vlajnë, i thashtë të ashton, do të shkojmë të spitalit, ta bëjmë thjesht një kontroll, se do të hiken Greqi, e kishtë llogarit me datën 3 shkurt. Edhe shkom bëmi vizit me një shkurt, kur i thëmë doktorit që shto, ky ka hall me hik mas nesër, si të ashton, si mund lëvizë që ashton, ky ka dhimbje koke, harron gjanat. Pra shkuat vetëm për dhimbjen e kokës. Dhe doktorët atje ju thanë që ai është i diagnostikuar. Doktori më tha do të bëjmë një skaner. Ky faktikisht ka pas bërë një aksident para 5 vitesh. Para se me vdek, edhe pa të thyj kamen. Doktori më pyetja por që më ka thënë, a vrakon? Do thanë se 5 vite në është i ndikojnë. Edhe i thosh, jo, për momentin i thosh, nuk për llogarit momentit gjastit. Edhe e kisha peng, si ja thosh, si isha as nërmene të thëja se ka bo aksidentin, edhe i thosh, jo. Isha të e menu me vetit. Por në fakt ishte e gjitha shenjë prej aksidentit, pra ishte e lidur me ato. Doktori, përdejsa më tha, pse a vrakon, kjo më të peng, sepse si ja thosh, edhe t'ja thosh as nuk zgjidhsha gjë më. Edhe i thash, më tha, i ka ditë e nëmëron me ky. Qa thomër, doktor, i thash, ky mas nesër dhe lëvizë. Jo, tha, më vjen keq, tha, ky i ka ditë e nëmëron me, tha, me mujt me shu, sa ma shpejt për Tiranë. Edhe ashtu ishte vërtet.
Ne e kena mojt 3 ditë në Lezhë, e kena nis ditën e 4, ka qenë ditë e ejtë për Tiranë. Edhe e kena Çka ndodhi shumë shpejt. shumë shpejt. Çdo gjë ndodhi shumë Ato shpejt. 3 ditë që e kena mojt në shtëpi, e kena shoh një gjendje shumë të keqe të spitalit, domethënë ishte i stofën krejt. Po. Thjesht ashtu, edhe e kena shoh për Tiranë, edhe doktori tha, thjesht do e fusë në sallë sa është 40 vjeç, se me qenë nuk ashtu, se ky nuk pështon. Po vajzat çfarë thon tani? A ndjen shumë mungesën e babait të tyre? Vajza vogël faktikisht, kjo madhja nuk shprehet se ka qenë shumë e lidhur me ta. Edhe e mën për mrena faktikisht vajza vogël qenë shumë për ta. I mungon shumë. Po, shumë i mungon. Ne kemi edhe rrëfimin e tyre, do ta ndjekim tani rrëfimin e vajzave Po. dhe më pas do vazhdojmë këtu në studio të diskutojmë. Shohim këtë rrëfim. Unë nuk e dija që do t'i ndodhi babit kjo gjë. A jemi plotët e këj dëshirat. Më blitën do një lodër të vogël. Malli shumë. Unë kujdesem për motën se mami më shkon në punë dere vonë. Kena shumë frikë. Ja bugën që kalon mami gati. Vetëm buke gjukë është hajmë. Doja të mami kishte lekme për të lirë qime me harë. Edhe që të kisha robot të bukra. Sa e dimshme të shohësh dy vajza që aq të vogla flasin me fjalë të tilla. Duket sikur në atë shtëpi është ulur këmbkryq, vështirësia, dhimbja, gjithçka. Po do të kemi më shumë për të folur duke patur vetë Arionën këtu në studio. A do të takoj pak unë? Ariona, mirë se erdhe. Ariona, si je? Ne. Je mirë? Aty afër mamit ndihesh gjithmonë më mirë, ë? Po. Unë di që ti dhe motra jote jeni dy vajza shembullore, është e vërtet kjo? Po. Jeni shumë të mira edhe me mësime, po dhe me sjelljen tuaj. Po. Edhe kaq të vogla doni shumë ta ndihmoni mamin, ë? Po. Dhe nuk e bezdisni me asnjë gjë fare. Si kanë qenë këto ditë për ju? Më trego pak. Të ditë nuk kanë qenë aq mirë. Ariona. Ti e di ku jemi këtu? Ti e di ku jemi këtu, apo jo? Jemi në programin për shqiptarët, që është programi ku na ndjekin të gjithë shqiptarët kudo ku janë, në të gjithë botën, jo vetëm ata që jetojnë këtu në Shqipëri. Po. Ne kur flasim në këtë program, na dëgjojnë të gjithë Po. dhe na ndihmojnë të gjithë. Ti e di këtë, apo jo? Po. Prandaj neve vim këtu, i tregojmë të gjitha historitë
dhe presim gjitha të mbështetjen e madhe dhe dashurinë e madhe që na japin të gjithë shqiptarët që kanë një zemër kaq të madhe sa ti gjithmonë më shumë do ta njohësh. Prandaj do flasim pak bashk, po unë nuk dua të shoh me lot shumë në sy. Sepse ti nuk meriton të jesh me lot në sy, se je një vajzë e vogël dhe duhet vetëm të qeshësh. Më trego pak çfarë bën ti me motrën tënde? Çfarë bën ti me motrën tënde? Si e kaloni kohën? Ja kaloj mirë. Rrim shpile e vonë kur mami jam punë. Aha. Mi jep ushqim me harë. Aha. Çfarë më kërkon, unë ja jap atë. Po kur të kërkon motra për të ngrënë, i bën ti? Ja jap edhe me ngrënë. Ja e jep ti. Po, çdo gjë që të kërkoje, ja jap. Kaq shumë e do motrën ti, çdo gjë është për motrën. Po, Tani jeni vetëm ju të tre goca në shtëpi, apo jo? Po. Si duket kjo periudhë që jeni vetëm 3 gocat? më duket mirë, u në vetëm 3 goca. Nuk të duket mirë. Të mungon shumë babi? Po, Çfarë është një kujtim shumë i bukur që ke ti me babin, që do ta mbash mend gjithmonë? që unë e dua shumë atë, Tjetë. gjithmonë rrisha me ta. Më thua një kujtim të bukur, një lojë të bukur që bënit. Për shembull, ndonjëherë mbate xhiro, Aha. lushim hapa të llapa ndonjëherë. Luanit hakadollapa. Po të gjente? Të gjente ai ty ku fshiheshe? Po, Po, të gjente, ë? Po tjetër? lushim me kap njëri tjetrin. Po. Ai më kapte mua ndonjëherë edhe unë e kapsha. Ama mund të themi, Mariona, që ke kujtime shumë të bukura, apo jo? Po, Po a ke dhe ëndra shumë të bukura ti? po, Çfarë ëndre ke ti? Të një ndër që të kem familjen mirë, Aha. të jem dhe vetë mirë. Edhe vetë mirë, po. Qetësohu pak, Ariona, të lutem. Qetësohu pak, të flasim për gjëra të bukura, mirë? Për gjëra të bukura? Do më thuash vetëm diçka, ç'a do bësh kur të rritesh? Kur të rritem kam dëshirë që të bën doktoresh, të ndihmoj njerëzit e smur. Aha. Sa bukur kjo? Që kaq e vogël, mendon që të ndihmosh gjithë të tjerët. Shumë e bukur kjo, Ariona. Unë uroj shumë që të rritesh e të bëhesh një gocë sa më e mençur, sa më e zgjuar, të jesh shumë mirë me mësime dhe të bëhesh një doktoresh shumë e zonja. Tani do të kalojmë tek një klip ku kemi mamin. Mami do flasë. Jeta ime të vitet e fundit shumë e vështirë. Po vjen një moment se Zoti as të nas përballon me halli asë gjë. Është shumë e vështirë. Fort mudër zër t'ja dalësh. Mi janë të fëmijë që më mbajnë në kam se për në shi. Më dhejmen shumë edhe unë jem për të nditën me Marokun, që janë të banë, te kënë të banë. Jam vetëm, me ka të përballoj hallet, këtë s'kanë fajtë se të shi, jenë të në dhe këtë për hallet tëna.
kujtoj me frikë shumë se nuk mund e pagu që rane dhe më nxjerrin jashtë e ku të përplasëm. S'kam kur të përplasëm me këtë dy fëmijë të vegjël. Ju lutem gjithë shqiptarëve më ndihmoni me një shtëpi për këto dy jetimet e mia. Ja ku shohim edhe fjalët e një nëne që është në momentet më të vështira, Elvis Sidrit, po dëgjojmë një rrëfim shumë të dimshëm dhe histori shumë të dimshme, të një nëne të mbetur e vetme pa bashkëshortin e saj, por me dy vajzat e saj dhe në kushte vërtet shumë të vështira. Tham që këto ditë kemi ecur me shpejtësi të madhe dhe do të vazhdojmë, sepse hallet janë të mëdha, nata është nata e jetimit. Dhe unë po shikoj mesazhet, Ylli Hidri është i mik i Joni. Okej. I jep 500.000 lekë për Sa vërtet. edhe tekstualisht ma ka thonë kështu, do kaloj 500.000 lekë për bukuroshen e vogël. Për bukuroshen e vogël. Sidrit, Që e ka nata e përlotjeve, në fakt. e vërtet. Ariona e vogël me ata fjalë që tha sepse normalisht që fëmijët nuk dinë me aktru. Fëmijët kur flasin rrjedhshëm flasin sepse tregojnë atë që përjetojnë. Është fëmia e cila del nëpërmjet gojës dhe shpirtit një fëmie. Sonte një mënyrë të dha një mësim sepse nuk e dim asnjëri kur ikim dhe fluturim nga kjo dynja, nga kjo jetë. Aq pak kohë sa ka ne dhe ka kujtime aq mira me babin e vet. Tha ma thu vallë, fëmijët e mi kanë kaq kujtime. Këtë ja them vetes, po ja them edhe tjerëve, që pavarësisht rrethanave ose ngarkesave që kemi në jetë, duhet jemi pranë fëmijëve sepse nuk i dihet kurrë se si fluturon jeta. Janë reflektime shumë të rëndësishme që bëjmë të gjithë ndërkohë që i dëgjojmë këtë histori. Duhet shtoj diçka tjetër sepse ndëgjojmë edhe reflektojmë dhe ky mision me visin e kemi folë sa herë, them drejtën është i bazuar tek mirësia. Ekzistojnë edhe emisione tjera ose gara të ndershme ose të pandershme, të cilat në një mënyrë tregojnë atë çfarë njerëzit mbartin vetvete. Dhe raca njerëzore është e çuditshme, janë të gatshëm, siç thuhet figurativisht, t'ia hanë atë të bardhën e syrit njëri tjetrit vetëm të dalin përpara, edhe sikur në mënyrë të pandershme. Ndërkohë që është ana tjetër e medaljes, kjo që përjetojmë ne sot, ku shqiptarët garojnë për të mirë, shqiptarët i shtrinë dorën njëri tjetrit, dhe kjo është fakt që jetojmë dhe faleminderit Zotit dhe dash Zoti të zgjasë sa më tepër. Ta urojmë vërtet. Ta urojmë. Po Elvis. Me thonë drejtën, edhe sot është natë edhe e Begatës, është nata e fundit e Ramazanit, e shpresoj ato besimtarë dhe besimtare muslimane që kanë sakrifikuar dhe kanë bërë vepra të mira, Zoti t'ia ketë pranuar, por kemi thënë nata e jetimit edhe dëshira e gjithë neve është që të gëzojmë sot jetima, por në të njëjtën kohë bashkë me jetimet të gëzojmë ne edhe ato që na ndjekin sa më shumë, sepse ku ka një natë më të mirë se ajo që ai i cili nuk ka shtëpi të ngrohtë, ai i cili nuk ka të ardhme, atij i cili i ka ndodhur shumë fatkeqësi, ti të mundohesh të kesh qëllimin bashkë me bamirësit që jeta e tij të ndryshojë. Sido duhet ta marrësh bukuroshën e vogël. Se sot je i prek, po duhet që këtë prekje emocionale. Ariona, hajde pak me gjëjësitin. Atje e shoh si e paske heq likoplasin e këtë gishtin e ke pak të vram këtu. A thuna shnosh këtë gishtin apo? E kemi butonin për diçka më madhore. Dash Zoti, babi jot të njeh prej diku. Ajo është diku edhe informohet për ata çanullin këtu. Ëndra e tij nuk u la ashtu kot në ajër. Ëndra e tij nuk humi. Sakrifica dhe amaneti i tij, unë i gjuh për shqiptarëve, edhe ata gjithë bashk, nuk e lanë ëndrën e babit Vladimir me hum. Shtype butoni zemë.
po e madhe. Faleminderit shumë, faleminderit zoti. Faleminderit shumë. Do ta bëjmë kështu. Të lutem vetëm këtë, e lexon dot të mesazhin e fundit tu. Me mbrëma, e Lviz është për këtë familje për 2 vjet nga 150 euro çdo. Çdo muaj një pension 150 euro. Është numri i Zvicrës, ku se ka shkruajt emrin, a e lexon dot tek këtu? Albi. Është një anonim, nuk e ka shkruar tu, po kur e bën WhatsApp, është emri i tij, është një vlla Albi nga Zvicra, 150 euro për 2 vjet. Faleminderit shumë. Do se mund të ketë tjerë shpjega, po ne po flasim për këtë. Takzoni shpjega. Shumë faleminderit. Zoti ju bekoft. Shumë faleminderit. Ju e meritoni. Sinqerisht shumë Edhe faleminderit. më shumë se sa kaq patjetër. Maria, vetëm të mira pache në familjen tuaj nga ky moment. Faleminderit. Faleminderit për lehtësimin shumë e madhe. Kjo është ëndra jonë. Inshallah realizohet i çik shpejt, po çati. Faleminderit shumë. Ëndër e për realitet, ëndër e për realitet edhe në këtë moment Zoti ju bekoft, zoti ju bekoft. Faleminderit për fjalët e rëndësishme, nuk di më çfarë mund të përjetoj në këtë natë. Për mua emocionet janë shumë të forta, sikur dëgjojmë historitë, po sidomos në këto momentet e lumtura që po përjetojmë sonte. Faleminderit që po e bëni të gjithë ju shqiptarë gjithë të mbrëmje kaq të bukur. Shumë faleminderit. Ka vetëm pak publicitet dhe do të kthehemi sërish këtu.